i qitë ekipi i plot ka pasur probleme në fakt këto ditë dhe deri më tani nuk dihet ende nëse organika do të jetë këto. Çfarë mund të na thoni edhe si qëndron e vërteta? Po, domethënë lojtarët që janë pothuaj gjithë në kontingjentin e duhur fizik, pa çka se disa në kanë ardhur edhe me vonesë, por gjithsesi janë mirë. Normalisht nuk jena në atë 100% e çdo njerit, por gjithmonë kjo fazë është pak problematike. Kështu që mendoj që këta lojtarë që kemi aktualisht janë mos mirë në gjendje për me përballu nesër normalisht. Sa ka shkruar testet miqësor, profesor, për të kolauduar skuadra? Po, atje kemi pas vetëm 13 lojtarë nga pjesa e vjetshme që kanë lojtarët e ekipit, që në ndeshja e parë deri e fundit kanë kallëzuar rritje. Thash prapë si jeni aty ku duhet, por edhe pjesa e trive janë mundu, kanë dhënë maksimumin, sepse siç e dini kemi marrë shumë nga ekipi i trive këtë radhë në fazë parajtore dhe nga ekipi B. Normal na kanë shërby, megjithatë thash jemi në proces kolodimit edhe duhet bëjmë gjithçka për nesër. Disa ndryshime, profesor, në ekip, ju ndihmojnë apo është problem për skuadrën? Jo, nëse është kohë e shpejtë. Është kohë e shpejtë, normal dojnë kohën e vetë mu kollodu me ekipin, sepse nërsh kanë lujtë në për ekipet e tjera, gjenë një model nërsh këtu tek ne, po megjithatë me kalimin e kohës do të bëhen një me ekipin, pa çka se për momentin nuk janë të shkrim njësoj me skuadrën. Profesor, ka ndonjë lajm të ri në lidhje me pezullimin e merkatos, sepse u tha se klubi Vllaznia drejtuesit po interesohen? Jo, nuk e di, unë ku kam shku në fazë parajtore kam kënë kredi qetë, sepse që me do 8 muaj tjetër është bë pagesa, nuk e di për që arsye si tek qysh janë punë, sepse nuk është fushë e eme dhe nuk di me komentu, por di që është hap edhe di që mendoj që gjithçka do jetë në rregull. Si ka mundësi vetëm një futbollist është lejuar si Herald Marko dhe të tjerët jo? Nuk e di, gaci, nuk e di, më thonë drejtën, nuk jam marrë hiç me këtë punë. Normalisht i kam menduar gjitha skenaret e mundshme me dhe po ekip të plot. Që më del mu për detyrë është që të shoh fushën e lojës, atë lojtarë që do kem do të jenë të gatshëm, do të na bëjmë maksimumin, këtë di me garantuar për pjesën tjetër, nuk e kam idenë se si. Për qenë të qartë, pra profesor, do të jenë 15 lojtarë, 13 lojtarë, siç është diskutuar, apo jo, më shumë gatshëm? Pra sa lojtarë do të ketë Vllaznia nesër? Unë shpresoj që do të jenë gjithë gatshëm, sepse merkatja me sa kam marrë vesh është orën e fundit është blloku. Thash pagesat janë bën një muaj përpara, nuk e di se si, megjithatë thash do të jemi gatshëm për të dy skenaret. Profesor, shumë zhurmë rreth Sherif Kavakut. Si është e vërtetë? Unë kam që me do 8 që kam fillu stërvitjen, edhe nesër është nesha, pothuajse një muaj përpara. Vllaznia e ka mirë prit, e ka dashur, edhe i ka dhënë maksimumin e vet. Vjen një moment që me zori nuk mundesh me muaj të kërkon. Profesor Malisheva, kundërshtari që keni dëshiruar apo ndoshta nuk keni pas punë në preferencat tuaja? Jo, me thënë drejtën nuk e kisha dëshirë, nuk kisha dëshirë të përballesha me ekip shqiptar. Megjithatë kjo është fati i shortit, këta janë kapriçet e tij. Do kisha, domethënë ishte ekipi më i mirë i mundshëm të gjithë ata ekipet që muishin në Euro. Megjithatë thash, ndeshje që do të jetë fort, do të jetë luftuar, edhe do ta kërkojmë me ngul kualifikim. Në panginën kundërshtarit vjen një trajner si ka drejtuar Vllaznin si Tomas Berdarić, një faktor pozitiv për skuadrën kundërshtare? Tomas e njeh mirë ambientin, e njeh mirë shumicën e lojtarëve tonë. Ndoshta është favor, edhe është favor për te, por gjithsesi ka edhe lojtarë të ri që kemi marrë, por edhe pse i njeh, është thash një favor, por megjithatë ne do të bëjmë pamundjen tonë që ta kthejmë rezultatin. Si e vlerësoni Malishevën? Ka bërë shumë lëvizje lojtarësh, e kam pa në opinionin publik në gazeta që është trumbetuar me të madhe që i kanë ikë shumë lojtarë, por faktikisht ekipin e ka më të mirë se sa ka pas me lojtarë që ka pas. Ka bërë shumë blemje, ka bërë shumë
prurje gjatë kësaj merkato dhe janë më të fortë se kanë vjetë. Lajmi më i fundit është sepse nga Malisheva do të udhtojnë autobus pa limit falës drejt Shkodrës, tifozëria vendase do ta mbështesë në Loro Borisi Malishevën. Po janë mirë pritur. Ne kemi prit gjithkënd në Shkodër, aq më tepër ato tifoza shqiptar, sepse ato janë njësoj si na, kështu që ato janë vend tyne, kështu pse mos mi pritet dhe mi respektuar maksimum. Sa e rëndësishme është për ju, profesor, përkrahja e tifozërisë nesër në stadium ndaj Malishevës? E rëndësishme është maksimum, djemt kanë nevojë për ta. Normalisht me thonë drejtën, edhe unë personalisht nuk jam akoma i zhgënjym për titullit kampion që ne humbme. Normalisht janë të mërzitur bashkë me tifozat, jena akoma në procesin e mërzisë, akoma s'na ka dalë e keqe, po gjithsesi prania aty në stadium gjithmonë vlen, sepse tifozat janë ata që përkrahin, i napin zemrën e ekipit, ata që në ditë mira dhe ditë këqija do të më kenë afër. Do të kërkoni që ta siguroni ndeshjen që në këtë sfidë të parë, profesor, duke qenë se ndeshja kthimit është në Kosovë dhe gjithmonë. Senat, këto janë ndeshje shumë të ekuilibrume, çdo rezultat që mund të arrihet nesër do ketë edhe ndeshjen e dytë më rënd. Nuk mendoj në asnjë mënyrë që mund të zgjidhet tek ndeshja e parë, janë të dyja ndeshjet duhet jena të kujdesshëm, sepse janë dy takime ku mandej vjen eliminimi, pra është një ndeshje që s'mundesh me luajtë gjithçka për gjithçka, duhet të jesh i kujdesshëm, duhet të mendosh edhe për ndeshjen tjetër. Profesor, sa afrimi i duhet vllaznisë për ta parë ekipin e kompletuar? Jena shpejt, normalisht që duhen afrime. Qeshori është periudha më e keqe e mundshme për me marrë lojtarë, disa janë me pushime, disa presin, kanë luksin për me pritur dhe zjarr, sidomos lojtarët e mirë. Kemi bërë përpjekje maksimale me marrë lojtarë. Jemi në tratativa edhe me lojtarë të tjerë, që shumë shpejt do jenë pjesë e vllaznisë, po thash kjo është periudha më e keqe. Jemi munduar me bë maksimumin për me rritë kjo ndeshje që kemi nesër. Besoj që do ta bëjmë ekipin më të mirë se vitin që shkon. Kalimi i turit është shumë i rëndësishëm dhe jetik për vllaznin. Jetik jo, i rëndësishëm po, sepse janë Kam fjalën në aspektin moral me tepër. Aspektin moral është e nevojshme, edhe në aspektin financiar, të dyja janë bashkë, por janë më tepër janë tek ana ekonomike, sepse të kualifikohesh janë disa të ardhurna më tepër që mundesh me i përdor për me ble lojtar. Normalisht që ne nuk mundena me pretendu që mundena me fitu një kup tillë, sa më lek shkojmë, aq më mirë do të jetë, por t'ja bëjmë smetin, qysh nesër, edhe në ishën dytë më në të presim. Dhe ndoshta në fundit në port, Jugaj apo Pol? Jo, Jugaj, Pols është pothuajse i larguar për ekipit, nuk ka ndëgjuar me dalë së viti, ka një kërkesë nga ana e shefit Tiraspolit, më vjen keq sepse kishim investuar te Ideal. Megjithatë thoshta më parë me zori s'mundna me muajt kërkan, kështu që për të sqaruar, po Kallaku dhe Pols janë shitur apo janë larguar, sepse klubi në fillim i tromëtoi domosht si rinovimet, kontratat. Jo, ajo është e vërtetë, ata kishin kontratë 1+1, rinovuan. Pra janë shitur. Janë të shtrim mua, janë pothuajse të shitur. Profesor Erdit Krymi ju ka faturuar largimin e tij nga vllaznia, po themi 100% ju personalisht. Ndoshta dëshira e tij pak në atë që është shprehur mund të kishte qenë për të vazhduar. Nuk e di, për mua është kapitull kreti mbyllur. Unë kam një vit përpara që drejtori që kanë ikë nga vllaznia, s'kam qejf diskutoj më për të. Faleminderit, sukses. Sukses.